kem pas luftime, ka pas zhvillime edhe të forta dhe interesante. Në ato zhvillime unë kam pas 2 fshtarë plaguesur. 3 korriku kanë ndodhur sepse në të njëjtën ditë ka qenë edhe në njëjtën ditë, po them, po në njëjtën periudhë ka qenë edhe magjistralja Prishtinë e bllokume, e barikadume nga forcat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe me 3 korrik kanë filluar edhe forcat serbe me qa barikaden edhe me bo rrugën e kalueshme. Ne më shumë për hir që me i zhvendos forcat serbe e kemi fillu këtë frontin tjetër. Kënina dhe besoj që ja kemi arrit qëllimit edhe ka ndodhur 3 korriku në fshatin Gremnik. Kem pas luftime, ka pas zhvillime edhe të forta dhe interesante. Në ato zhvillime unë kam pas 2 fshtarë plaguesur, Nezir Berisha dhe Muj Goshi nga Sferka, Neziri është nga fshati Voljak. Nuk kam qenë i pasfiduar edhe unë me një numër të shtarëve, sepse hynë u gjendëm në një rrethim të forcave serbe, po e gjetëm në fund apet, dolin, pështum pa pasuja. Çka ndodhë me të plaguesunit, ku i trajtonit? Cila janë procedurat që u ndërmor për një të plaguesun? Po ne kemi pas ekipet, deri me 3 shtator, ne kemi pas ekipin e mjekëve, të udhëheqën nga mjeku, tani mo di që punon diku në qendrën klinike universitare Zaim Gashi, doktor i respektuar dhe i vlerësuar shumë edhe profesionalisht, me shumë teknik tjera dhe motra tjera medicinale, na kanë ndihmuar shumë, ka qenë e strukturuar në kuadër të shtabit, edhe kjo pjesa e mjekësisë, i kemi trajtuar me aq sa ne kemi pas mundësi edhe kapacitete. Megjithatë, edhe kjo ka qenë sfidë në vete, sepse rastet e rona o dasht me bart, o dasht me transportu, na kemi plot raste kur edhe në bord të shtabit na kanë vdekë plaguesurit për shkak të ndihmës e pritshin me dhonë edhe plagët e rona që i kishin, edhe në kushtet çudit është vështirë me i shpëtu, po du me thonë që ne jemi ballafaqu edhe me këso ngjarjesh.